إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet, mirënjohjet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falënderojmë për ti fale, udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe të ndershme, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, të pranishëm, të ndëruar vëllezër, do t'i ndajmë disa minuta para khutbës së xumas, që shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam, duke shtuar fjalët dhe komentet e ulemave dhe dietarëve të muslimanëve. Do të shkëputemi sot nga vargu i ligjëratave të librit të Imam Buhariut Al-Adabul Mufrad, për të qenë vazhdimësia asaj që filluam për trajtuar çështjet bashkohore dhe problemet me të cilat ballafaqohen muslimanët në vendet e tyre. Dhe ajo ka të bëjë me islamofobin. Apo tani më kjo islamofobi ka marrë edhe trajt tjetër, edhe ngjyrë tjetër, për t'i bërë edhe më tepër azab shpirtrat e njerëzve të mirë, shpirtrat e ligë, njerëz të kategorisë ult, ku ka kaluar nga islamofobia, nga dëshira për zhdukjen e islamit. Pra njëherë, kinë se u frigoshin për islamit, se islami na dëmton, e islami na pengon, e islami është i rrezikshëm, tani kanë kaluar në fazën tjetër, dhe ajo është faza e propagandës për zhdukjen apo për pjekjen për ta zhduk islamin e Zotit xhelel xhelalu, wa hayhat sa larg e sa pa mundshme është kjo dëshirë. E sot do ndalemi me lejen Allahu subhanahu wa taala me disa prej ajeteve kuranore dhe me fjalët e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam dhe nga fjalët e ulemave të muslimanëve se Islami nuk zhduket. Islami nuk rënohet. Feja e Zotit subhanahu wa taala, e cila për të cilën ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Feja te Allahu është Islami. Feja e pranuar, feja e vetme te Allahu është Islami. Krejt qiella është Islam. Krejt arshi është Islam. Krejt melekt janë musliman. Çka ka krijesa në tokë janë musliman. Përveç se Zoti i Madh xhelel xhelalu ka lejuar që insani edhe e gjinja të zgjedhin me vetë dëshirë të qenurit musliman apo rebel. Por kjo nuk e përjashton atë se Islami është jo në dorën e insanit dhe e gjinës. S'kan mundësi ata me vendos, a do ket, as do ket. Por ti ki mundësi me vendos për vetën tënde, a don me besu apo jo. Andaj ne po e shohim një klim dhe një frymë të re ku bëhet përpjekje e keqe, një erë e keqe, një frymë e keqe, për ku shahen muslimanët, shahen xhamiat, shahet Kur'ani, runa Zot drejt për drejt, shahet Allahu subhanahu wa taala, shahet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, përdhoset profili i tij, dinjiteti i tij, autoriteti i tij, dhe kjo nuk ka dyshim se është rrezik. Është rrezik që mos na kaplon ndonjë ndëshkim dhe dënim prej anës Allahu subhanahu wa taala. Andaj për ta largu barrën prej vetit do t'i ndajmë disa prej ajeteve dhe fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam të nderuar xhamat, edhe pse ne musliman ne jemi të bindur pa asnjë modyshje se feja Allahu subhanahu wa taala nuk preket, nuk cënohet, nuk degradohet, s'mund ta prekat njeri i gjallë. Mirë po, do t'i lexojmë ajetet për ti fladit shpirtrat se feja e Zotit subhanahu wa taala vazhdon e fuqishme, e lartë, me prestigjë të madh, e dëshiruar fort nga njerëzit, nxitse për hulumtim të madh tek njerëzit
dhe do të ta plotëson Allahu subhanahu wa taala fenë e tina në lindje dhe perëndim. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Saf, ajeti i 8, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në ajetin e 8 të surës Saf: yuriduna li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Thot Allahu xhelle xhelalu, dëshirojnë me gjuhët e tyre që ta fikin dritën e Allahut. Munohen të folë me e fik dhe me e shkim dritën e Zotit. A mundet me të frime me e nal dilin? A mundet të goja me e nal dilin? Me thanë unë e kum folë shumë kundër dilit, kam shkrujt kaq dhe kaq kundër dilit, edhe mo dili shpresoj që s'ka me dal? Hasha, kurrën e kurrës. Asnjëherë nuk bëhet kjo. Andaj dhe Allahu xhelle xhelalu, yuridune li yutfi'u, dojnë me e fik, dojnë me e fik, ha, nur Allah, dritën e Allahut. Islami o dritë e Allahut. Dita është dritë e Allahut. Dielli është dritë e Allahut. Nuk fikën këto. Nuk fikën, ja ku e ki diellin, fike. Ja ku është dita, bëhet tërë, zbëhet. E kështu është edhe me Islamin Allahu subhanahu wa taala. Tentativat historike, përpjekjet historike, agresorët historik, ata të cilët janë mundu me mishe me shpirt, me sultan e me qizmën e askerve për ta fik dritën Allahu subhanahu wa taala, janë zhduk, kanë dështu. Feja Allahu subhanahu wa taala ka vazhdue. Ezani thirret Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Për këtë arsye të ndërum xhamat, shikosh ka thënë Allahu subhanahu wa taala, yuridune, ata dëshirojnë, ata fort e duan këtë punë, që ta fikin dritën e Zotit madh subhanahu wa taala. Me çka bi afwahihim, me gjuhët e tyre. Sa i dopt është insani, sa i ligë insani që mundohet me gjuhën e vet me shim dillin, tu fol, tu komentue, tu shkrujt në për profilat të hoxhallarëve, e tu e shah Zotin e madh dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke fyj mendojnë me arrit deri tek fitoria, ama asnjëherë. Thot Allahu xhelle xhelalu, wallahu mutimmu nurihi, wallahu mutimmu nurihi. Allahu ka me e ba nurin e vet që me emrije për sësmërin e vet, tamamin e vet, do të përsosë, do të amrin kulmin e vet feja Allahu subhanahu wa taala. Wallahu mutimmu, vini rejtë të ndërum xhamat. Nuk ka thanë muslimant ju timmune nurahu, as ka thanë ulemat ju timmune nurahu, as ka thanë këtu pejgambert ju timmune nurahu. Vini rejtë, s'ka thanë ka dhe ulema do të plotësojnë dritën e Zotit, ka dhe xhallar do të plotësojnë dritën e Zotit, ka dhe hafëzllar do të plotësojnë dritën e Zotit. Nuk ka thënë kështu. Nuk ka thënë as për pejgamberin alayhis salatu wassalam, të cilit i ka zbrit kjo ajet, s'ka thënë ti ki me plotësue nurin e Allahut, jo. Po kur ka ardhur te feja vetë çka ka thënë, wallahu mutimmu nurihi, Allahu vetë plotëson këtë punë. Pastaj ai zgjidh sebepe, dërgon pejgamber derisa e kanë kohën e vetë me Muhamedit alayhis salatu wassalam, ka përfunduar pejgamberia. Pastaj dërgon ulema dhe xhallar dhe hafëzllar dhe njerëz të cilët i shërbejnë fejes Allahu subhanahu wa taala, prej muslimanëve të thjeshtë deri tek pite i madhit deri te më i vogli. Ama nëse si shkon asnjë musliman, e nëse s'ki shkon asnjë njeri, a kish hec feja Allahut? Po. Wallahu mutimmu nurihi, Allahu e plotson nurin e vet, Zoti e plotson dritën e vet. Të ndërum xhamat, a na e kemi hec islamin, a Zoti e ka hec islamin? Zoti e ka hec islamin. Ne kemi përfituar nga drita e islamit, por Allah e ka bajt dillin, Allah e ka bajt shkëlqimin e kësaj feje, dhe na vetëm kemi dhe jemi përkatësuar në këtë fe. Andaj shikosh ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wallahu mutimmu nurihi, Zoti e plotson nurin e kësaj feje. Për këtë arsye të ndërum xhamat, le të qetësojmë zemrat, shpirtat, mendjet tona, se barrën apo përgjithësinë apo urtësin e ecjes së islamit deri në ditë Kiameti se kena na. S'jam unë i ngarkuar që me ekzistu islami, s'jam unë përgjegjës ku ka islam e ku nuk ka islam,
Sepse Allah thot wallahu mutimmu nuri, Zoti do ta plotson këtë punë. Allah e ka marrë në urtësinë e vet, ja ka bërë obligim vet, wallahu mutimmu, Allah do ta plotson nurin e vet dhe e ka plotsuar. E ka plotsu Zoti ma subhanahu wa taala. Ja Islami është ma me jehon piketve. Ja është Islami ma me jehon piketve. Shiko të ndërruan xhamat, është bërë trend në rrjete sociale. Nëse don me kanë i zashëm, i ki di mundësi. I ki di mundësi. Ose dil fol për Islam, ose dil shaje Islamin. Rezultatin e ki njësoj. Në dunja, jo të Allah. Në dunja. Për hap fejnë Allahut, merë nga begatia e kësaj feje. Dhe e shanë fejnë Allahut subhanahu wa taala, merë nga se ti të luftu me matë madhën që ka egziston. A nuk e përcjellni pse vazhdimisht e shajnë Islamin? Sepse videot, rjetet, portalet, lajmet e ecin ma shpejt. Ritmi i përhapjes së një lajmi hec ma shpejt kur shahat xhamia, kur shahat feja, kur shahat Kur'ani, ma shpejt hec ajo, se sa me të folë ti për diçka tjetër. Për këtë arsye Allahu gjitha thot yuridune li yutfi'u nur Allah. Ata dëshirojnë me gjuhët e tyre, me mediat e tyre, me portalet e tyre, me arrogancën e tyre, me e fik dritën e Allahut. Por këtë garancë të mos ndodhjes kësajna se kena dhënë na, e ka dhënë Zoti i Madh xhel xhelalu. Ata dalin thonë, po ju rrenë juve o xhallar se po thënë Islami, frikë me mor fund. Po kanë fol njerëzit me matakat, kështu dhe s'kan mujt me bë. E lërë më njerëzit të cilët e kanë një Facebook, e një Twitter, e një TikTok të lodht, për me i kallzu dikujna se s'pas ka me pas shumë frikë Islam, s'pas ka me pas këtu pari. Shumë shpejt Islam s'pas ka me pas, dhe s'pas ka mu thirë e zani. Hasha wa kella. Allahu ka garantu fejnë Allahu xhel xhelalu. Zoti i madhe e përcjell këtë fe, jo na. Allahu subhanahu wa taala, wallahu mutimmu nurihi, Allahu xhel xhelalu është ai i cili e përhap fejnë Allahu subhanahu wa taala. Pas e ka thënë walau kariha al kafirun. Edhe nëse mohuesit, rebelët nuk e dojnë këtë punë, s'u bëhet qefi. Si rezani thënë gjurëm, e muzikës i thënë knatësi e shpirtit. E zanit i thënë gjurëm, po të erë thëtë, në i tu të vladët. E pastaj shkojnë vënojnë zmadhus për tua bërë me ndje muzikën dhe qëroditjen, që ajo për një me e frikson njëri. Dhe kjo, walau kerihe, ata u rejnë fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu xhelle xhelalu, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikun. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin e radhës, ajetin 9 nga surja Saf. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu. Allahu është ai i cili ka dërguar pejgamberin e vet. Zoti ka dërguar Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nuk kena mledh na musliman me thonë, e bojna Muhammedin pejgamber. Hasha wa kella. Se kena zgjedh na Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pa e ka zgjedh Rabbul Alamin, aje ka zgjedh për pejgamber. Anda na thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Rasulullah, ajo është i dërguar i Allahut. Na nuk kena mledh këtu me thonë që këta pe bojna më të mirë. Jo, ti shkon që shtu njerëzit që kanë zgjedh kryetar të vet në çdo gjenerat, ama ajo është emër i përkohshëm. E Muhamedi alayhi salatu wasalam është emër i përhershëm, s'nalet kjo. Ndër xhenetit shkruan Muhammedur Rasulullah. Xheneti përjetshëm, Muhamedi është i dërguar me Allah. Zoti ka dërguar. Për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala, huwa alladhi arsala rasulahu. Ai është Allahu i cili ka dërguar rasulin e vet. Zoti ka bëu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të dërguar. Ne kemi bindje këta të ndërum xhamat. Bindje dhe mos në lëkundet kjo nga propaganda e medjave se a thu Islami o hak, ajo për propagandës madhe që ka e bajnë. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aje ka dërguar të dërguarin e vet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bil huda, me udhëzim. Me udhëzim. Islami është udhëzim të ndërum xhamat. Islami është alternativa më e mirë, zgjedhja dhe zgjidhja më e mirë
e ke zgjedh më të mirën që ta zgjidh problemin. Udhëzim për errësirat e kësaj bote dhe errësirat e botës tjetër për me kaluar xhenet Allahun apo nasib ya rabbul alamin. Pa këtë arsye të ndërum xhamat, bil huda me udhëzim. E kush pra e urren Islamin të devijumt? I devijumit i pengon drita. I pengon ati drita, sepse ai të këqijat, krimet, zullumet do mi bon tërë. Mos ta shohet dikush. E ai cili punon punën e mirë e ban dritë. Ai cili shëtitet me gryën e vet del edhe ditën. Ai cili del me dashnore do të me dal natën. So ajo e dyta haram. Apo edhe ata kanë qatë shumë krime, sa që ju pengon drita. Islami jo dritë është udhëzim. Dhe në thot jo zban kjo që është haram me ndalume. Jo nuk ban me mor parën e huj, së është ndalume. Jo s'ka mundësi ti me korruptu të doptin, së është ndalume. Jo s'ka mundësi ti me keqpërdor pushtetin, së është ndalume. Jo s'ka mundësi ti mi ba keq vetë se mund është me ba, së është ndalume. Ka zot, ka kiamet, ka logari. Po këta syje, bil huda me udhëzim. E kjo udhëzim, kujt i pengon të ndërum xhamat? I pengon atyre të cilët janë të devijum. Walau karihal kafirun. Dhe pastaj ajeti i dytë të përfundon walau karihal mushrikun. Edhe paganët e urrejnë këtë punë. E urrejnë dritën e Zotit. Keni pa të ndërum xhamat njeri me urrej dritën. Po. Kalon njeri çaq i keq, çaq zullumçar, sa që dashurohet në terr. A keni pa këta të cilët bojnë neje, ahengje, argtime, në për diskoteka, programe të shthurura, kur i bojnë? Thot, a kena me dal natën? Dalim natën, argëtojemi natën, bëjmë qef natën. Pse jo ditën? Ja, dita thot, dita për pleq, dita për këtë halalit. A haram ja natën, mos ta shove kërkush. Allah uja pse përmeni dritën e Islamit dhe pastaj udhëzimin, sepse kjo udhëzim e zbulon, ja shlën reflektorat. Çfarë të bëj këtu? Për këtë arsye të ndërum xhamat, mane futne në kokat e sicilit pineve. Islamin dhe udhëzimin e Islamit e urrejnë vetëm njerëzit të cilët janë të devijuar. Nuk e duan dritën Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu xhela xhelalu, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Ajo është Allahu xhella xhelaluhu, i cili e ka dërguar të dërguarin e vet me udhëzim. Pastaj wa dinil haq. Dhe është fe e vërtet. Është fe e vërtet. Kur njeriu të ndërum xhamat nuk ka argumente për ta mposh një diçka, në këtë rast Islamin, kalon në sharje, kalon në ofendim, kalon në kërcënim, kalon në diçka e cila s'ka kuptim. Ti me pas prova, s'ka nevoj musha. Me pas prova, s'ka nevoj me kërcënu. S'ka me dhanë, ki e zdanë komunal, ki Islam ka me përfundu, musliman s'kan shkalipin këto vende. Pse me e përdor këtë gjuhë, kur ti ki fakte, kur ti ki argumente, zbuloj argumentet, shpalosi argumentet. Por se, cilat janë argumentet? A fitohet feja Zotit? A nga dhënjet mbi fejën e Zotit? A përfshinjet dielli? A përfshinjet drita? Jo, s'ka mundsi. E lërë më fejë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thëtë Allahu xhella xhelalu, wa dinil haq. Dhe e ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberin e vet me fejën e vërtet, me dinin haq. Kjo është fejë e vërtet. E vetmja fejë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Krejt pejgambert kanë ardhur me Islam. Krejt të dërguar të Zotit kanë ardhur me Islam. Edhe i fundit prej tyre ka qenë Muhamedi alayhi salatu wassalam, i cili ka treguar për të parafundit prej tyre Isa alayhi salatu wassalam, të cilin Allahu do ta zbret për t'ju treguar krejt atyre të cilët janë manipuluar me ta dhe me personalitetin e tina, për t'ju treguar Isa alayhi salam se un kam qenë musliman. Un kam qenë musliman. Jo rasisht të Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Allahu gjallat kujtoja o Muhammed kur Isa alayhi salam, i biri Merjemës, ju drejtue bive të Israilit. Qa ju tha bive të Israilit? Ju tha bive të Israilit, inni rasulullah, unë jam i dërguar i Allahut. Unë jam i dërguar i Allahut. Musaddiqan lima bayna yaday min at-Taurat. Unë jam vërtetus i asaj e cila më ka parapri prej Tevratit.
Musa a.s. ka arë me Tevrat. Unë e vërtetoj Tevratin, s'jam kundër Tevratit, ama wa mubashiran bi rasul, dhe unë ju përgëzoj me një pejgamber që ka marrë pas meje. Unë ju përgëzoj me një të dërguar të Zotit i cili ka marrë pas meje. Yati min ba'di, pas meje do të vjen ai, dhe ajo është vula e pejgamberis. Ismuhu Ahmed, emri i tij është Ahmed alayhi salatu wassalam. Ahmedi është Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadha sahirun, hadha sihrun mubin. Kur ardh pejgamberi i Zotit alayhi salatu wassalam, ata thanë, kjo është sehire. Kjo është sehire, kjo magji, me na trullav neve. Sikur që flasin sot tash. O to xhallar po doin me umor menën. O xhallar ja kanë shpërlat runin, po ju folin për xhenet, po ju folin për xhenem. Ha? Duhet njëri me bë qafir. Duhet njëri me bë rebel. Duhet njëri me lan pa Zot. Duhet njerëzit me lan pa fe, pa halal, pa haram. Me jetu si hajvan. Apo për ta plotësuar ata agjendën e vet, për t'i zhvesh njerëzit. Ha, të ndërun xhamat. A keni pa kafsh dveshta me tesha? Kafsh, hajvan, dveshta me tesha. Për hir të Zotit, kur e shifsh një qen, edhe një mac, apo një hajvan të Zotit, që ka kriju Allah subhanahu wa ta'ala, me e pa ju me tesha dvesht, a ju ven me kesh, a ju duket normal? Ven me kesh, hajvani zvesh edhe ka vesh dikush. Kush ka mujt me vesh hajvanin? Njëri. Nëse sheti një qenë me tesha, thu këta vetë se në njëri ka vesh, kisë di mu vesh vetë. Ki me kesh me teshat e ati, se thu në njëri ka pas ka vesh, pas ka dash me bodo një fotografi. E si ka mundësi të ndërum gjëmat, hajvani, zdi mu vesh. Pse ka në Allah u desht hajvanin, edhe vazhdimisht qarkullohet të na. Për me na i kujtu vazhdimisht neve, o ju njerës, ju keni mene vesh në. Kur u ban zhveshja vlerë, dhe veshja barë e keqe. Pse e vesh? Insani e nën këmishën, e mbulon turpin e vet, e mbulon trupin e vet. S'po dini ju, po si t'i shkon të zhveshja, ato lopë të motin e kanë ka përcineve. Si t'i shkon vesh me dalë cullak, sa hajvanën e ka përcineve, shkon kopë zoologjik, kitë cullak i kije hajvanë. Me e pa do një të veshtu kushe pa vesh më rëket. Apo, ata shkan mëni këta neve, me na thonë, a veshet me njeri? Po more veshet sa njeri. Njeri është. E gruja, femra, është edhe ma delikate, është provokative për gjinin mashkullore. Për këtë asyja Allah është edhe feljudinine, le t'i vendojnë gjilbabët e tëre, shamit e tëre, le t'ambulojnë pjesën e turpshme. Të ndërum gjëmat, parët bes për ne i kalzojnë eve. Parës për ne i kalzojnë. Shkonim shej atje ma falë komunët. E mësën e thotë, zbuloni ju gratë. Që s'për ne zbuloni gratë. Po ti parët bes për me i kalzojnë mua. Altan të tua s'pi kalzojnë. E vetë sa e ki rogën, thotë, kjo është çështje private. Roga jote çështje private. Roga jote, paga jote çështje private. Parët e tua çështje private, anderi i grujës çështje publike. Dilni zhvesh, unë e vesh në që shduhe. Unë e vesh në që shdu. O ti vesh në që shdush. Po na kena drejt me mendu dhe me besu se veshja është karakter dhe veçuria e njerijut. Mbulimi është veçuria e njerijut të ndërum gjëmat. Pse kini ardhë vesht? Së është karakter i njerit. Wallahi me ardhë i kush cullak, mi u shku i kush cullak, qa thojnë? Madja ata kanë prej vendeve dhe kuvendeve ku nuk lejohet një veshje e caktuar për gjinin e kundër. Si mbledhje shtetërore me ministra e kështu me radhë kanë kode. Qështu s'mun është më veshtë. Pse? Thot se e cënën këtë madhështin e kësaj mbledhje. Do më thonë, njëri prap silët të vlerat islame, silët të veshje islame. Për këta syet të ndërum gjëmat, që ka thot Allahu Gjelle Gjelalu, hua alladhi arsala rasulahu bil huda. Allah e ka dërgu Muhammed a.s. me udhëzim, wa dinil haq, dhe me fejnë e vërtet. E kjo fejnë e vërtet të ndërum gjëmat, cila është roli vetë të Allahu Gjelle Gjelalu, li udhëhirahu ala dini kulle.
Çka ekziston mundësi që dikush me u fetarizu me një farforme, me cilën do fe që aje paramendon, Allah thot Islami jo për me. Li u dhirahu, Allahu e ka vendos Islami me kanë për me. Për me. Andaj ti e shah për shembull të ndërum xhamat. Pse është bë top tem Islami? Top tem globale. Islami dhe muslimanët. Sepse e kanë fenë. E kanë fenë e vërtet. Jo që nëjna të majtë fenë e vërtet. Nëjna dopt. Me metë se e majtë në fenë, kishë ra moti. Pa të ta kishë sigur. Se e mbajmë në fenë, se e dojmë në fenë, se i bojmë hizmet në kësaj feje, moti kishë hecë kjo. Ama ata e dini diçka tjetër. Thot edhe pse musliman nuk e mojnë fenë, po të vërtet e kanë. E që kjo pi pengon. Se helbet, si pas atin, runa zot, ju kujtohet thime me majtë fenë, ku jesë mina, ku jetë dalaleti, ku jetë devijimi, ku jetë jetë e natës, ku jetë shfrenimi, ku jetë korrupcioni, ku jetë hajdutria, ku jetë pasurimi me pasuri haram, ku jetë kamata, shjesin këto asja. Për këtë asyje, li udhirahu ala dini kullihi, Allah e ka vendosur që kjo fetë jetë mbi gjitha fetë. Të është feja natyrës, feja e cila rrun njerin, feja e cila nga ajeti i parë deri te ajeti i fundit, prioritet e ka me trujtije, prioritet e ka. Prioritet e ka me të arrujt pasurien. Ku ka fe më të mirë të ndërum xhamat, se ajo fe e cila 8 miliard njerëzve ja u ka bë haram gryën tane. Ku ka fe më të mirë se sa 8 miliard njerëzve ja u ka bë haram pasurien tane. 10 dinarët e tua që i ki fitu ti, kitë bota i kanë haram, ti i le që aty zguzëm i prek ato. Haram me fe e kanë, po folim me fe. Me mundësi universale mundën me ti morë, quhet kjo hajdutri. Ama me fe e zguzëm me ti prek. Me fe, në shpinë tane, veç me izën tane e hinget. Me fe. Ti mund është me pas, veç një dhomë vogël. Ama është e jotja po, unë du të me trokita ti. A ka mundësi me hi? Nëse më thuti mos hin, une me fe, me islam e kam mos me hije. A ka fe më të mirë? A ka fe më të mirë? A ka fe më të mirë e cila zhulloj hajdutrije, vjedhje, korrupcioni, zullumi e ndalon. Ndaj si cilit, jo veç ndaj muslimanëve. Zullumi është ndaluar pi si cilit ndaj si cilit. Madje thot që Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, zullumi është ndaluar edhe ndaj zullumçarit. Zullumi është ndaluar edhe ndaj zullumçarit. Çish është ndaluar ndaj zullumçarit? Por shembull shumë prej muslimanëve mendojnë na shoh neve dikush Facebook, thot pse unë as po dija diher. Jo, e pak ta një me një. Ç'kjo barazi? Me mujt mos pesha hiç, ama e mira. Mirë thot dikush nëse mbaj sabër. Du me mor hakin tem, një me një. Jo thot po ai zullumçarve, ai zullumçar po një herë të ka shoh. S'ka shoh diher? Pse be ajon diher? Apo ti ka mor dikush 10 dinar pa hak. Edhe tash ti pi nervozës të madhe çka thu? Po, mi ke mor pa haka. Unë ti marr 100.000? Jo, një me një. Merr edhe 100 tam. Zullumi, ma në men këtë regull të ndërum gjumot, është i ndaluar edhe ndaj zullumçarit. Ajo zullumçar, ama ti zguzëm i po zullum se po është edhe ti zullumçar. Pra si du të me mati pozicionin tanë. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, li udhhirahu ala dini kullihi walau kariha al mushrikun. Allahu e ka vendos që feja islame me qenë mbi të gjitha. Mbi të gjitha do të vazhdon mbi të gjitha. Të është feja më e mirë, feja e cila pranohet me shpirt, feja e cila pranohet me zemër të ndërum xhamat. Kjo fe nuk imponohet, sepse imponimi e ban mos me kon islam. Nëse thot një njeri çështo, apo më kam bë me zor musliman, çka i thonë ana po disi musliman. Nëse jeni një njeri të thonë çështo, më kanë bë musliman me zor, lirish liroje, shkarkoje thuj, nuk je musliman, s'ke nevojë me rrit musliman. La ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Allah do të s'ka me hin fe me zor, s'ka me zor. Çka sa e miro, as do me hin muslim. Nuk do me hi, mosim, ka të bejën e rrushdu me dhe kaj. Ama, e qarta, e vërteta, pitë pa vërtet është duket dita pinatës. Por këta synë se dikush thot, ma kanë imponu, si kur që po thojnë, neve na i pas kanë imponu me hi në islam. Si popull, na pas kanë imponu me hi në islam. E pëse spelojna? Ne kemi imponu. O pëse spelojna? Qish mërë të me të imponu për 6 shekuj? Qish ta imponon dikush 6 shekuj? Ta ka imponu kur ka pas forcë. E tash që je i lirë, pëse s'pele? Pëse ke pranu me shpirt, o i ndërum.
Na e kena pranu këtë fe me shpirt. Na jetojmë për këtë fe. Na e besojmë Allahun hak, besojmë pejgamberin hak, besojmë ditën e Kiametit, kena me dalë përpara Zotit, kena me dhënë llogari për çdo të madh dhe çdo të vogël. Na këta e kemi besim në shpirt. S'ta ka imponu kurkush. Për këtë arsye nuk hihet në Islam me zor. Thot Allahu xhela xhelalu, do të ngadhnjejnë Islamin mbi gjitha walau kariha al mushrikun. Edhe pse mushrikët, paganët nuk dojnë. Nuk dojnë ato kjo fe me hec. Ata dojnë me e shujt, po nuk ja dalin. Nuk ja dalin. Për këtë arsye kjo është njëra prej ajeteve përgëzuese të cilat Allahu subhanahu wa taala ka përgëzuar për hapjen e Islamit. Ajeti tjetër në surën Fath, ajeti 28, thot Allahu subhanahu wa taala: "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida." Thot Allahu subhanahu wa taala, Allahu është ai i cili ka dërguar të dërguarin e vet me udhëzim që ta ngadhnjejnë dhe ta bën fenë e tij me gjitha fenë e Zotit. Wa kafa billahi shahida. Vini dhe këtja ajetit në rëmë gjëmat. Dhe për këtë punë, veç Allahu mjafton dëshmitar. Veç Allahu mjafton dëshmitar. Sepse këtë fe veç Allahu e ka përhap. Allahu vetë ka caktu se bepe, po Zotë e ka përhap fejrë. Mbi 600 vite njerëzit ka nejtë në rësirë, por Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dërguar pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Janë humb të gjitha gjurmët. Janë humb të gjitha gjurmët. Por Allahu subhanahu wa ta'ala, ai i cili ka kriju gjurmët, ai i cili ka kriju dunjajën, ti mshefe ku dush, ti manipuloje që ish dush, e nxjerr Allahu xhel xelalu. E nxjerr Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi shahida. Dhe këtë kjo të ndërruan xhamat, çfarë argumenton? Çfarë argumenton? Se feja islame i thonë mumtani'a, si shekap. Mumtani'atun sahla, shumë e ashpër për ta rënu, shumë me letë për të zbatu. Sa letë e pranon? A do mi dalë karshi? Nëse do me përfitu për diellit, përfiton. Nëse do me përfitu për këti lusterit, përfiton. E shlon, e ma nalt, edhe ndryqon. Njën i thot, a ban të preki, ta gjik dorën. Ja më se prek, se ta gjik dorën. Edhe zjarmi ka di mundësi, e ka zjarmin, edhe rri, ngrohësh me ta, nxehesh me ta, ta ngroh shpijen. Edhe nëse njën i thot, a ban të ashti dorën, jo se kalësh. Rri për largë, shfizoje prej largë diellin e Zotit Gjelle Gjelalu, shfizoje të mirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Por, mos tento me prek, se po tentove me prek, digjesh. Sikur që janë ndjek të gjithë, nuk ka dikush që i ka fut durt të Islami Zotit, të Kur'ani Allahu subhanahu wa ta'ala, vetëse u ka djek. Lexoni historia dhe historia dëshmia më e madhe. Wa kafa billahi shahida. Dhe mjafton Allahu subhanahu wa ta'ala për dëshmitar. Në surën Tawbe, ajeti 32-33, thot Allahu subhanahu wa ta'ala: yuridun li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wa ya'ba Allah. Të ndërum gjëmat, shiko këtë ajet, thot Allahu Gjelle Gjelalu, dëshirojnë që ta fikin nurin Allahut. Kjo dëshirë nuk është e re, kjo dëshirë është e kahmotshme. Kjo dëshirë është e kahmotshme. Kjo është pesi ka zbit Kur'ani, ka ndash me e fik dritën e Allahut. Ama nuk ka dhez. Nuk i ka dhez kërkujna. Krejt kanë dështue. Feja Allahut ka met më e madhja. Feja Allahut subhanahu wa ta'ala ka met më e madhja. Thot Allahu Gjelle Gjelalu: wa ya'ba Allah illa en yutimme nurahu. Ama Allahu nuk do qashtu. Ama Allahu nuk do qashtu. Të ndërum gjëmat, nëse njani për neve i thojnë akështu, nëse njani për neve i thojnë akështu, krijetari shtetit, mbreti, ka vendos me e bosh këtë ndërtim. Edhe njani për njerëzve, qytetari i thjesht, apo fshatari i thjesht, një banor i thjesht, pa as një takat, i mjerë, miskin, pa pare, pa kur gjo. Thot jo, kënë ndërtim zbat. Ama këtë dunjaja i kalzojnë që krijetari ka thonë ka me ndrejqune. Qa i thonë njerëzit e meqëm? Njerëzit e meqëm thonë, ti je i dopt, ti je kurkush, ka me bo krijetari, sa i ka sultana, i ka pushtet, a e ka qeverina ja ban. Budal, qka i thonë këtina? Mos lopej, thonë vla. Mos lopej se ti i for ti je. Leti krijetari kur gjosën banaj. Ti mos lopej.
Ama cilët janë më të mëshëm? Ato që thonë oti, ai kok sultan, ai e ban, ai janë njëri. Edhe krijetari janë njëri dhe kja njëri, vetë se dallojnë në pushtet. Ai ka pushtet, kish ka pushtet. Edhe në fund çka ndodh? Ajo çka do krijetari, jo çka do ti. Jo ti, bile bashkë na çka do na zbon, çka do ai. Sa njerëzit, komplet populli do diçka tjetër, po ama krijetari s'do dhe u kri bon çka do ai. Ana komplet janë kundërt, po s'vet kurkush. Ti njeri e komplet popullin s'vet çka do. Ha, e tani vini re. Kanë nënçu do njerëz miskina, do i kanë menal islamin. Allah do ja Allah i s'do. Nëse krijetari i shtetit i s'ka çka i ban. Ha, kriminisi s'ka çka i ban. Mbrejtit s'ka çka i ban. Që i bojmë Rabbul Aleminit. Wa ja'ba Allahu s'po do qashtu. Të ndërum gjëma, ta kuptojmë s'ta. Nëse s'mujna mi ndalë vendimet e krijetarit shtetit, vendimet e mbretit, s'nalen ato, nuk nalen. Ha? Vini re. Wa ja'ba Allah thot, krejt ata që dojnë me fik islamin, Allahu s'do. Provojë ti. Ha? Provojë ti. Majet ja të vendimin tanë banet e kitë propagandon. Shkruj, ban media, propagandon, qa dush. Va je e Allahu illa e jutim menura. Allahu vish një sene do Allahu dritën e vetë me e përhap. Do në zoti ma dritën e vetë me e përhap. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, va je e Allahu illa e jutim menura, wa lau keriha el kafirun. Thotë Allahu gjele gjelalu, edhe nëse nuk dojnë. Ha? Këni pa, kur ta morin atë vendimin, thotë që tu na kena me e prishë këtë shpi. Ti thumove se e kam imotin listin ata këtot, ne e kena vendos, thotë. Ha? Qa ndohë, prishë shpia. Allahu gjithë thotë, qa keni ndrejtë që tu? Ha? Na s'pudojna islam. Wala u keri halë kafiru. Nuk i bëhet vonë Zotit madhë gjele gjelat, qka do ti, po qka do aj. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allahu gjithë thotë në Kur'an, Zotit nuk pyetët çka ban. A mund i thuti Zotit pse e ke zgjedhti që ta? Hasha. A mund i thuti Zotit pse filanit i dhave e vlad e Alanit nuk i dhave? Pse filanit i dhave vajza e Alanit djem? Jo, s'munësh, s'un e vet. Ty e ban pyetjen, po kjo shkon hava. Bosh, zbrast. Po këtë arsye thot Allahu xhelle xhelalu, walau keriha el kafirun. Nuk është me rëndësi ata e dojnë as e dojnë. Allahu e ka vendosur kështu. Po këtë arsye të ndërrojmë xhamat. Let na shtohet bindja dhe më tepër se arroganca dhe sharja dhe fyerja dhe propaganda e egër kundër islamit, kundër xhamisë, kundër shamijës, kundër muslimanëve, kundër fejës së Zotit xhelle xhelalu, vetë se ka më e bë fejen më të fortë. Po kjo nuk është problemi jon, problemi jon tjena nama musliman që duhet. Nama devotshëm që duhet. Na ta zbatojnë fejen tonë. Ha? Allahu subhanahu wa taala ndonjëherë na zeneve gjumi e nxjerr një armik ta shaje fejen që më ka thënë o ju njerëz, o ju musliman, islamin e keni hak, apo pritni me usha dikush për me e pa vlerën e juve. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu të na e ruan këtë fe sa të jena gjallë ya rabbal alamin. Evlat pas evladi, nipa pas nipa të janë musliman ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që ezanin në vendet tona asnjëherë mos ndalet ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu t'i mbush zemrat tona iman, që Allahu t'i mbush zemrat tona islam, që Allahu të na ruan nga devijimi, nga degradimi, nga shturja. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti jon xhelle xhelalu të na bën musliman që çdo Zoti i Madh subhanahu wa taala e jo që çdojnë ana. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelle xhelalu aty ku ja kemi qelluar Allahu na shpërblej, e aty ku ja kemi huqur dhe kemi gabu, ajo ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. E lutem Allahun që Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.